Balluku nën hetim nga SPAK, a do ta mbështesë mazhoranca në ushtrimin e detyrës së saj, ja si përgjigje Tauland Balla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se mazhoranca nuk bën asnjë koment për emrat veçantë në lidhje me timet për Belinda Ballukun, e cila u mor zyrtarisht e pandehur në SPAK. I pyetur nëse Partia Socialiste do ta mbështesë Ballukun në punën e saj tashmë që SPAK i ka komunikuar akuzat të Balla, dha këtë përgjigje. Partia Socialiste, edhe në diskutimet që patëm gjatë javës kaluar sa i takon raportimit të institucioneve të drejtësisë, kemi qenë të qartë që kurrë nuk do të bëjmë komente mbi meritat dhe çështjet që trajtojnë institucionet e drejtësisë. Zyrtarisht Partia Socialiste nuk bën komente për asnjë çështje të veçantë. Balla ka shtuar se nuk do të ketë një dëgjes të ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kjo sipas Ballës për shkak se nga ana e ministres Belinda Balluku, e cila u mor e pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera në tunelin e Llogaras, nuk ka bërë kërkesë. Nuk ka kërkesa të tilla, u përgjigj Tauland Balla shkurtimisht pyetjes së gazetarëve, duke shtuar se qasja jon është ajo që pata në raportimin e institucioneve të pavarura.